Ky emision mundësohet nga Telkos. Përshëndetje miqtë të Kulinda, mirë se po takohemi edhe këtë javë. Kësaj radhe kemi ardhur në komunën e Kaçanikut, jemi në fshatin Begrac, e në fakt këtu pranë meje unë kam njërin nga odat e cila është në mbrojtje si monument i trashëgimisë kulturore e vjetër mbi 200 vite. Kështu që bashkë po takojmë të zotin e kësaj shtëpie me quajtë institucionin në vete, me na tregu pak më shumë se si ka qenë jeta më herët të traditat në këtë odë. Qërsa ju lajmërova më herët, tash kemi ardhur në fshatin Begrac. Jemi këtu në një odë e cila ka mbi 200 vite, e cila është e vjetër. E këtu na ka mirëpritur i zoti i shtëpisë, Berat Lusha. Faleminderit shumë që na ke mirëpritur sot. Mirë se keni ardhur. E përmenda që është një odë goxha e vjetër. Tregon pak se çush ka qenë roli i saj ndër vite. Oda është e vjetër rreth 200 vjet. Nuk dihet se sakt kush e ka ndërtuar për shkak vjetërsisë së saj. Është një odë e karakterit patriarkal, për shkak se është ndërtuar për qëndrimin e burrave, mysafirëve. Ka qenë një institucion për kohën kur është ndërtuar, deri vonë. Tashti i ka humb roli i odës, se është zavendësue me salonet në për shtëpia, po pastaj edhe muhabetet tash bëhen në për kafe. Kështu që ka humb roli primar i tyre, në një mas të madhe, por jo tërësisht. Përpara këtu janë bën kuventet, janë bën rritet e ndryshme, qoftë ato kombëtare, qoftë ato fetare, janë bën lojra të ndryshme, edhe është organizime të ndryshme. E kanë zavendësue institucione, për shkak se populli nuk ka pas institucionet veta. Prandaj qoftë për kuvende, qoftë për argëtim, për muzikë, për çdo gjë janë dhënë në për oda. Aty është bën muhabeti, aty është bën lojna, aty janë bën gjitha ato që e ka kërkuar, që kanë qenë nevojat kulturore, muzikore, artistike të popullit. Po kjo odë, a ka qenë gjithmonë gjendje të tilla, apo e keni renovu? Po, ka qenë dëmtuar shumë. Në vitin 1980 ka qenë djegë, sidomos kulmi i atëra krejt edhe tavani. Më vonë është dëmtuar në mas të madhe për shkak kohës, se koha e vjetërsia e saj ka ndikuar shumë. Para 12-13 vjet e kemi renovuar. Spari Ministria e Kulturës ka angazhuar një fondacion të huaj,
për rregullimin e kulmit për një mbrojtje të përkohshme. Ashtu është quajtur, kur është rregullu kulmi i odës, e pastaj të tjerat jam munduar që ti Në mënyrë vetanake. ti bëj vetë. Ti bëj vetë se ka pas nevojë shumë të madhe. Edhe dal nga dal, pastaj më lindi ideja që ta shndroj në një odë muze. Edhe për shkak të vjetërsisë, për shkak të rolit historik që ka luajt. Edhe në këtë mënyrë e kam rregullue, mund të them tash si një odë muze. Që sa vite shërben si muze këtë? 60 vite. Sa ka vizitor? A vinë njerëzit me pa që shka që një odë karakteristike kësa jane? Po, herë mas herë vinë. Edhe zakonisht më pyesin kur po shkojmë në odë, kur po na pret në odë, vinë në mënyrë të organizuar kryesisht. Qa ju bën ma shumë përshtypje rreth traditës të odës? Sot për shembull të rinjve që vinë? Sidomos të ri tash kanë korreshtje për me pa një odë të vjetër. Nuk kam pas një emision, një televizion, edhe ishte unë si pronari një odë të vjetër dhe një person që kur s'kish hyrë në odë. Edhe ai thosht nuk e di çka është odë. Prandaj të rinjt kanë interes të shohin edhe si objekt, edhe si mjete me cilat janë shërbyer populli, qoftë mjetet jetës apo të punës. Trashëgimi e jonë. Trashëgimi, edhe mjetet muzikore dhe të tjera. A ka diçka aktivitetet që mbani tash her pas here këtu në odë? Po, mbahen her mas here mbrëmje muzikore kryesisht. Me rapsod? Me rapsod, po, me këngë rapsodike, do të thotë. Mblidhen mushat oda plotë për plot, ndëgjojmë këngë, bëhet muhabet, afërsisht sikur është bëha edhe më herët. Ç'është bën me unë di që ka arrit me rujtë traditën e të parëve, tash dhe m'ja tregu dhe një pa vmesat Po tua. sigurisht ndihem mirë, për shkak se nipat, mesat, po gjithë të rit, tash kanë është një objekt atraktiv për të rit. Kur shohin edhe odën, edhe gjërat që si kam po kur njetë. Edhe sigurisht që unë gëzohem që kam arrit me shue korreshtjen e njerëzve për të pa gjërat vjetra. E përmendëm pak më herët që është nda me prish shtëpisë, një odë karakteristike këtij rajoni. Çka tjetër e veçon si odë, për shembull, krejt ndërtimi i kësaj ndërtese çush është? Po pra, odat këtu në regionin tonë kanë qenë të ndara nga shtëpia, kanë qenë të ndërtuara afër sokakut, rrugës lagjës. Edhe kjo është ashtu. E pse ka ndodhur kjo? Për shkak se mysafirë që vinë në odë, të huajt shpesh kanë qenë jabanxhi, ose udhëtarë që janë këtu me banat këtu, që mysafirët të mos pengojnë familjen në shtëpi apo në oborrin e shtëpisë, por e kanë pas hyrjen drejt në odë. Oda ka pas hajatin e vet, ka pas kapigjikun, kanë trokit në kapigjik, kanë dalë dikush i ka prit, edhe kanë hyrë drejt në odë, janë vendos, edhe kështu me radhë. Për brenda, për shembull, në hyrje të odës po e shoh një pjesë që është, si quhet kjo pjesa këtë vendosjes? Po sofrës. një nga elementet kryesore të odës është trapazani. Për çka ka shërby kjo? Trapazani përdoret shpesh kur don me përqesh një person që nuk din, thot hajtë se ti je i trapazanit, do thot je i paranësish. Kur është mbush oda, të rit kryesisht janë vendosur në trapazan. Se për shkak që të rit gati nuk kanë marrë pjesë në bisedat
me mysafir, me pleq, me... Kanë kry shërbimet, ma Po, shumë. kryesisht kanë kry shërbime edhe janë ullë në trapazan. Ka shërbyje trapazani edhe për, si kur tash, për me lënë ushqimin, kafën, qajin, është një si paradhome e udhës. E udhës. Tani është pjesa e ogjakut. Është o gjaku, sigurisht. Këtë kur është bën ndezja e... Gjaku është ndezë përpara, është ndezë në gjak, zjarri, edhe është ndezë odë. Tash nuk përdoret më me atë qëllim, po ka mbetë si relikt i odëve. Është një element kryesor, mund të themi, i odës. Diçka tjetër karakteristike ndërtimit brendshëm? Po është tavani i shesht quhet, do të thotë i rrafsht. Nuk ka zbukurime, po është karakteristik si tavan. E ka edhe ngjyrën, e ka pas ato se i kemi ndrruar drasat, po i kemi vendos ashtu siç kanë qenë. Jeni mundu me i bë Po, ngjashëm që shkanë qenë më herët. Për mbrapa e ke Kiblën, është një vend kur ka ardhur hoxha të zëm. Kur ka ardhur hoxha ose kanë ardhur mysafir të shumt, edhe kanë pas nevojë me bë namaz, me u fal, atëherë drejtimi E kam pas. i faljes ka qenë kjo për drejtim kësaj. Do më thonë, para 200 viteve Po. e kanë realizu këto. Po. Për mjeshtrinë e kësaj odës, atë kanë tregu të parë se kush e ka bë. Po. Në pjesë ndryshme që jam kanë thonë që shumica odave janë kanë prej mjeshtrave Dibran. Jo, nuk flitet ashtu. Mendoj që mjeshtrat Dibran kanë punu me gur, po kjo është e ndërtuar me qerpiç, me tullat të papjekun, do të thotë. Mundet Kështu me që- qenë prej vetë familjes. Po, familja sigurisht. Ajo që e këtë karakterizon tjetër janë dollapë të shumt në këtë pjesën. Dollap në muri përparme, brenda. Po, që nuk i kanë oda tjera. Kryesisht, ose kanë pak, ose nuk i kanë. Për çka janë shfrytzu këto dollap? Për me lënë gjanat ndryshme. Këtu mbrapa e ke një dollap të ngushtë, ku mysafiri kryesor, që ka qenë kryet vendit, si që jeti, ka mund me lënë Çanta. kutinë e duhanit, ka do një armë eventualisht. Sa atëherë çanta s'kan pas. Çanta s'kan pas, po. Do më thonë ka shërby për vendosjen e armëve. Po, Këto. armëve, duhanit e tjera. Atje kemi një dollap të mbyllur, që ka qenë i mbyllur me drynë. Tash edhe atë e kemi ndrruar, po e kemi bën ashtu siç ka qenë. Për shkak se atë derë ka marrë Muzeu i Kosovës, e ka pas marrë dikun në vitin 1979. Për mërujtja artefakt. Po. E kemi bën siç ka qenë, edhe Për çka ka ajo shërby ka ajo? shërbyje për me mbajt kafën, sheqerin, edhe është mbyll me drynë që fëmijët mos marrin, mos Shire, armën do më thonë e kanë lënë shqiptarët sigurt këto, kafën e sheqerin dry. armë shërben për momentin kështu. Sa interesant. Pas ka shumë gjësante. Më bani përshtypje edhe mënyra që shë përmende ulja në përvende. Qysh ka qenë ulja zakonshme në këtë odë? Mysafirët janë ullë në këton, kurse të zotët e shtëpisë, i zotë i shtëpisë është ullë anej, përballë mysafirit, andej o gjokët. Mysafirët janë rendit, si mas rëndësisë të tyre që kanë pas, qoftë janë respektue si mysafirët largët, jabanxhi janë quajtur, ose nëse ka qenë ndonjë hoxha gjithmonë ka pas përparësinë që të ulet në krye të vendit, ose ndonjë mësues apo intelektual eventualisht, ndonjë i shkollum atëherë, megjithëse atëherë ka pas shumë pak të shkollum. Po ka pas rend oda, ka pas një rend të pashkruar, edhe
Që ju Mysafirët kanë përmbajt njerëz që... Mysafirët ju kanë përmbajt atje rendi, edhe qoftë kur kanë bisedue në biseda. Nuk ka mujtë se cili me folë çka ti tekët, por është respektuar rendi i mysafirëve dhe i zotëve të shtëpisë. Sot sa mbahen traditat që janë kanë? Asat. Këtu sot të sa kalon kohë për shembull nod? Nod nuk kaloj për shkak se tash nuk më lidh shumë ndenja nod. S'mundesh me nejt vetë. Vetë s'mund të rri, sigurisht. Mirë po shërben përsëri për ato që thash, se është muze tash. Është muze. Edhe ju shërben edhe të tjerëve. Tjerëve. Kur i përmende lojat, këtu e kem një pjesë me filxhana, po besoj ka shërby njëna prej lojave që është lujt ma shumë ka qenë filxhanas. Po. Ose janë loja kapuqave, po edhe ajo lojë ka qenë afërsisht e njëjtë. Me filxhana. Ti ja mban mend, a ke qëndru heq në familinë tane këto nod? Po se jam rrit në nodë, mund të them, se kur kam qenë fëmijë, e moj mend që pothuajse çdo ditë ka pas mysafir. Edhe kam shërby mysafirë, po edhe kam ndajt, kam dëgjuar biseda që janë bë. Edhe pos tjerash edhe lojrat që janë zhvilluar. Lojra e filxhanave, e kapuqave, do lojra tjera të zëmë kanë qenë ndryshme që janë bon mrena odës. Me kushtet odës, që nuk ka pas në atë periudhë lojra tjera. Me qenë se ke qëndru këgja një periudhë nod, po besoj që krejt ato biseda që janë bë, ta kanë lënë s'paku diçka një mësim që e ke përcjell gjatë gjithë jetës. Qa kishe mujtë me veçu se një mësim që e ke marrë prej matë më shumëve këtë, edhe që të ka përcjell gjatë jetës? Po mund të them që më shërben rregulla e odës edhe në jetën e përditshme tash. Për shkak se kam prirë që t'i dëgjoj njerëzit, që t'i respektoj njerëzit, edhe që të jem i afërt me njerëz. Ashtu siç përpara janë prit mysafirët, edhe sot i respektoj se secili njeri ka identitetin e vet dhe ka interes për biseda të ndryshme. Pra mikpritja, me thonë kështu edhe mikpritja të ka mbet prej odës. Sigurisht mikpritja, po. Po shë shumë figurat ndryshme që i keni vendosë këto mirë, po nga ajo që a lexova për odën është që ka qenë më herët edhe si një streme që kështu ku kanë marrë pjesë atletarët njohur në atë saj periudhe në biseda që janë zhvillu kështu. Kush ka qenë prej figurave, personaliteteve shqiptare në këtë odë që e ka vizitu? Po, është shkruar me një libër, edhe është një fakt i vërtetuar se ka qëndruar Bajram Curri këtu, gjatë një turneu që ka pas në përviset të ndryshme, në këtë anën tonë, është vërtetuar që ai turne i tij ka qenë në rolin e pajtimit gjaqeve në vitin 1910. Atëherë ka ardhur në këtë region, ka qenë në një fshat tjetër afër këtu, ka ardhur këtu, pastaj ka shkuar diku tjetër e kështu me radhë. Pastaj është fol, nuk është vërtetuar që ka qenë edhe Idris Seferi. Këtu ka qëndruar mësuesi i parë i shkollës shqipe në Katund, ka qenë nga Korça, nga Andej, nga Devolli. Që ka shërbyer në fshatin e juj? Që e ka hapur për herë të parë shkollën shqipe këtu në Katundin tonë.
përpara katuni s'ka pas as shqip as serbisht, kur përveç ndoj me i tep eventualisht. Po aje ka hapë shkollën e parë dhe ka arë shpesh këtu, ka qëndruar, ka bujt për shkak se atëherë nuk ka pas banesa për me ku kanë mund të banoj. Strehu këta. Ka qenë një Mulla Smali, është quhet një personalitet i respektuar në këtë anë, gjatë luftës edhe pas luftës dytë botërore. Pastaj ka qenë Adem Debashi këtu, me Ahmet Haxhiun, me shumë tjerë, shumë shokë. Kanë qenë edhe shumë luftarë që tash janë hero, janë dëshmorë të kombit e kështu me radhë. Figura të ndryshme të cilat kanë Po kontribuar. dy kemi aty të varun, Ngurse Sulemani edhe Gafur Luma. Janë të dytë hero tash të shpallur. Që kanë qenë këtu. Po, edhe Adem Jasharin, po Adem si simboli krejtë luftës tonë për shlirim. A ka pas ndonjë mbledhje ose kështu diçka prej fshatit në këtë odë lidhur me çlirimin e vendit? Jo me çlirimin, për shkak se unë kam qenë narrati atëherë, edhe nuk janë mbajt këtu për shkak se nuk ka qenë e sigurt qëndrimi në odë. I përmendë shumë figura, edhe po besoj që me pas një odë të tillë kaq të vjetër, normalisht që është dashur me pas edhe një figurë ose burr, domethënë, të zotin që ka qenë ose pleqnar, kjo anë që i ka tërheq njerëzit edhe me ark nej. A ka pas pleqnar fshati? Po prindi im ka qenë pleqnar në rinin e vetë. Pastaj ka qenë një person i respektuar, i njohur në këtë region. Ka qenë mjaft i njohur, ka qenë mjaft me respekt lartë që edhe në fshat, edhe në këtë rrethinën tonë. Po pleqni nuk e ka trashëgu askush përveç ti. Ata kalon tyja. Jo, se kur është bën aksioni i pajtimit gjasheve, unë kam qenë burg. Okay. Njëna prej vetive tua ishte edhe, me thonë, vlerësimi i artefakteve të vjetra. Po shumë që ke mbledh, po i shoh këtu afër që i ke edhe disa monedha. Ka të kalin krejt kjo dëshira për me i koleksionu kështu monedhat? Po nuk e di, kam has disa prej këtyre monedhave metalta, edhe dalë nga dalë, hajtë ti mbledhe, hajtë mos ti humbi, se zakonisht janë humbi, janë gjujt, kur nuk ju kanë shërbyje. Po unë i kam rujt, shka kam gjithë, pastaj i kam mbledhe dhe hajtë me i rujt, për qef. Tregëm çfarë shtete, monedhat e çfarë shtete janë këto? Po shtetet ndryshme, janë edhe të vjetra, janë edhe ka të shekullit kaluar, po edhe të shekullit 19 diçka pak, po janë shtetet ndryshme. Shumë. Njona që më boni përshtypje, nashta mundesh me ma afrua, ka njona prej monedhave të Jugosllavisë, domethënë, që unë e seri nuk është që kum pa, po besoj edhe shikuesit kanë interes me pas se çysh është duket një monedhe ish Jugosllavisë në atë periudhë, domethënë. 5.000 dinar me titën në fotografi. Çysh arriti me rujt këto? Ose ata ka dhuru dikush? Ma ka dhuru dikush. Nuk e di kush. Po. A i ke numru ndonjëherë se sa shtete ki? Tash është shumë kush thot po pse me rujt titën, po kjo është e kalumja jonë. Normal që të është. Ne kemi jetu në atë... E kemi dhe lekun shqiptar këto? Ka dhe lek shqiptar, po sigurisht. Ka dhe të Maqedonisë, tjera. Ndryshme. A i ke numru dhe në sa shtete ke arrit me siguru monedhat? Dikun janë mbi 25 shtete. Gëgja një numër të madh.
pa artefaktet e tjera, edhe në hymje të oda patshëm artefaktet të cilat kanë goxha të vjetra, kryesisht punës. Po, për jashtë në hajatin e odës, kam vendos materialet ndryshme të vjetra që tash janë artefakte faktikisht. Ka mbi 600 janë të vendosuna. Janë edhe mjetet punës edhe mjetet jetesës në përgjithësi, të visnisë e tjera. Qysh ka jetu tamam në periudha e mëhershme njerëzit brezi jonë? A ka arrit me i mbledh krejt këtu vetë, a ka ndihmu dhe bashkëfshatarët? Mos pari kemi qenë si shtëpi e madhe edhe janë rujt shumë çka. Shumica pranë familjes? Jo shumica, ndoshta po një pjesë po, kurse një pjesë janë dhuruar prej njerëzve. Diçka ju kam kërkuar njerëzve, bjemi çka kinë shtëpi të vjetër që i kanë dalë prej përdorimit, ka që kam prunë. Jo shumë, po ka. Një pjesë pastaj edhe i kam ble, ku kam gjetë. Qoftë edhe në Kruje, në Gjirokastër kam ble edhe në Prishtinë e Këndej. Sa kam pa diçka interesante, i kam ble edhe pse nuk kam pas ndonjë gjendje të mirë materiale, po është në Maraku. Maraku i njerit. Cili është artefakti më i vjetër që e kemi këtu për shembull në Odë? Po ka shumë tash, nuk e di cilin me thonë, është një thik atje, një si, çka me thonë. Nuk e di çush është quajt, po shifët atje. Po? Po. Edhe ajo është goxha e vjetër? Është gjetë në dhe, është krejt e ndryshkull, po mbahet. Besoj që është 100 vjeçare. Ka. Afër saj është hekuri për hekurosja, po? Po. Që ka qenë në një periudhë që është përdor? Është një samover atje që po shihet, është për me bë çajin, për çaj. Çaj. Po, ka ardhur prej Turqisë, në dhurat babës i ka ardhur. Është përdor në fillim vitet 60 ka ardhur, po tashmë nuk përdor. Këtu më përshë dhe shtypshkronjën, apo? Jo, është makinë shtypit. Është makinë shtypit, po. Edhe është një lloj magnetofoni për te i kësaj. Kjo është që ke punu ti me të ose më herët? Unë po kam pas, po i kanë marrë policijat që e kam pas. Këtë ma ka dhuru një shok. Në kujtim? Po, që faktikisht ai tash nuk është në jetë. Pas ke kujtim goxha të bukur, se harrova dhe me përmend, domethënë që jemi kolegë bashkë me Beratin, se ka punu gazetar, domethënë edhe gjatë një periudhe pas ka qenë edhe në burg për shkak domethënë veprimtarisë së tij, natyrisht që ka qenë periudha atëherë. Unë të falenderoj shumë për krejt bisedën që sot e patëm, ishte shumë informuese, edhe uroj që me pas një jetë sa më të mirë këtu në vendlindjen tënde, edhe me vazhdu përpara me i rujt kështu, me i shty përpara domethënë ideologjitë kombëtare, me tregu se qysh ka qenë një jetë e shqiptarëve më herët, edhe mos me i harru të partë se qysh e kanë bërë jetën. Po, faleminderit edhe për juve që interesohi me i gjetë këto vende kështu si që është kjo. Duhet sa më shumë trashëgimin tonë kulturore me reklamue për shkak se është vlerë edhe shpirtërore edhe kulturore jonë. Unë juftoj të gjithë juve me ardhe dhe me vizitu Odën e Luzhës, këtu domethënë në fshatin Begraz të komunës së Kaçanikut, dhe mësu pak më shumë rreth trashëgimisë tonë kulturore, e ne bashkë jemi të shtunën tjetër.
Ky emision mundësohet nga Telkos.